Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot bashkë me ju do të jem unë, Daniel Davidukaj, dhe do të flasmi për dashurinë si nevojë psikologjike apo zgjedhje e vetëdijshme. Të dashur dëgjues, jemi në muajin e dashurisë, jemi në prag të 14 shkurtit, festës së Shën Valentinit, ku flasim shumë për zemra, për trëndafila, për premtime dhe për fjalën të dua. Por sonte nuk do të flasim vetëm për romantikën ose aspektin romantik të dashurisë. Do të flasim për dashurinë si nevojë psikologjike. Çfarë është realisht dashuria? Është thjesht një ndjenjë? Është një nevojë biologjike, është varësi apo është një zgjedhje e pjekur dhe e vetëdijshme? Dashuria është ndoshta fjala më e përdorur dhe njëkohësisht më e keq kuptuara. Në emër të saj premtojmë, vuajmë, presim, falim, sakrifikojmë, por shpesh nuk dim ta përkufizojmë. Sonte do të shohim dashurinë nga 3 perspektiva ose nga 3 këndvështrime, si nevojë njerëzore, si model emocional që mësojmë qysh në fëmijëri dhe si zgjedhje e pjekur e një individi të shëndetshëm emocionalisht. Sepse duhet thënë se ne nuk dashurojmë vetëm me zemër, ne dashurojmë me historinë tonë. Dashuria si nevojë psikologjike. Njeriu është një qenie sociale, ai është i prirur dhe i ndërtuar për lidhje, që në momentin që kur lindim kemi këtë nevojën për kontakt, për siguri, për praninë e dikujt që neve na mbron. Kjo nevojë nuk është nevojë romantike, është nevojë biologjike. Studimet tregojnë se mungesa e dashurisë dhe kontakti emocional në fëmijëri ndikon drejt për drejt në zhvillimin e trurit, në vetvlerësim dhe në mënyrën si ne ndërtojmë marrëdhënie me vonë. Këtu hyn teoria e atashimit e njohur në psikologji. Sipas kësaj teorie, mënyra se si jemi dashur në fëmijëri përcakton edhe mënyrën se si dashurojmë si të rritur. Ekzistojnë 3 forma të atashimit. Atashimi i sigurt, atashimi ankthioz dhe atashimi shmangës. Një person me lidhje me atashim të sigurt ka mësuar se dashuria është e qëndrueshme dhe ai person nuk ka frikë nga braktisja dhe nuk ka nevojë të kontrollojë. Në ndërkohë, një person me atashim ankthioz jeton me frikën se do të braktiset, kërkon siguri të vazhdueshme, mesazhe, prova, aprovim, konfirmim. Ndërsa një person me lidhje ose atashim shmangës shpesh duket ose na vjen shumë i ftoftë emocionalisht, sepse ai ka mësuar se të afrohesh shumë do të thotë të lëndohesh. Pra, ajo që thamë dhe më sipër vlen edhe tani, se dashuria ose ne nuk dashurojmë rastësisht, ne zgjedhim shpeshherë sipas plagëve që mbajmë brenda nesh. Tani do të flasmi për gjuhët e dashurisë. Pse shpesh nuk ndihemi të dashur? Të dashur dëgjues, shpesh dëgjoj e të thuhet në bisedë të ndryshme që unë e dua shumë, por ajo nuk e kupton. Kjo na çon te një koncept shumë i njohur në psikologjinë e marrëdhënieve, teoria e 5 gjuhëve të dashurisë, që ka zhvilluar Gary Chapman.
Ideja themelore është krejt e thjesht, por shumë e thellë. Njerëzit japin dhe marrin dashuri në mënyra të ndryshme. Dhe kur këto mënyra nuk përputhen, lind keqkuptimi emocional. Dhe ne tani së bashku do t'i shohim nga afër këto 5 gjuhët e dashurisë nga Gary Chapman. Gjuha e parë e dashurisë janë fjalët përgëzuese. Mark Twain i tha një herë se me një kompliment të mirë mund të jetoj 2 muaj. Kjo përthan se për disa njerëz dashuria dëgjohet. Janë ata që ka nevojë për fjalën të dua, jam krenar për ty, je e rëndësishme për mua. Pashtu mbreti Solomon shkroi se jeta dhe vdekja në pushtetin e gjuhës, ku me te ai shpreh se shqetësimi në zemrën e njeriut e rrezon atë, por një fjalë e mirë e gëzon atë. Pra për të thënë se fjalët janë një ushqim emocional. Por çfarë ndodh kur mungojnë fjalët? Kur mungojnë fjalët, ata fillojnë e dyshojnë në ndjenjat e partnerit, edhe nëse partneri bën shumë gjëra konkrete për ta. Psikologjikisht, këta persona shpesh janë rritur me nevojën për afirmim verbal. Fjala për ta krijon siguri. Dhe për më tepër një kritike vazhdueshme për ta shumë e dhimbshme, sepse për dikë tjetër, sepse gjuha atyre kryesore është komunikimi verbal. Gjuha e dytë e dashurisë është koha cilësore. Për disa të tjerë, pra, dashuria është prani. Jo thjesht që është fizikisht një të nëpsin, por është thjesht emocionalisht i pranishëm. Të dëgjosh me vëmendje, të lësh telefonin me njën, të shikosh në sy. Për këta persona, mungesa më e madhe nuk është mungesa dhuratave apo fjalëve, por është mungesa e vëmendjes. Kur partneri është vazhdimisht i zënë, i shpërqendruar, i përfshirë në rrjete sociale, ata ndihen të padashur. Sepse për ta dashuria është kohë e investuar. Koha është valuta e tyre emocionale. Gjuha e tretë është dhuratat. Për një grup tjetër, kjo gjuhë shpesh keqkuptohet, sepse nuk kemi të bëj me materializëm, por bëhet fjalë për simbolik. Dhe një dhuratë për këta persona është provë që ti ke menduar për ata, që dikush ka ndalu për një moment dhe ka thonë, kjo me kujton atë. Pra, për ta, objekti ose dhurata është kujtesë emocionale e të i kalon ose e ka përcen aspektin material. Edhe një lule thjesht mund të ketë vlerë të jashtëzakonshme, nëse jepet me kuptim. Dërsa për disa të tjerë, gjuha tyre e dashurisë është veprimi ose shërbimi. Pra për disa njerëz dashuria nuk thuhet, por ajo veprohet. Të ndihmosh, të mbash përgjegjësi, të lehtësosh barrën e tjetrit. Për këta persona një fjali të dua pa veprime konkrete ka pak peshë ose as pak peshë. Ata ndihen të dashur kur partneri tregon për kushtim praktik. Në psikologji kjo shpesh lidhet me mënyrën si kanë parë dashurinë tyre të shprehur në familje, përmes sakrificës dhe përgjegjësisë. Ndërsa për disa të tjerë, një gjuha e pestë e dashurisë është prekja fizike. Për disa dashuria kalon përmes kontaktit fizik, një përqafim, një mbajtje dore, një prekje në supë. Pra, prekja e ul i nivelin e stresit,
çliron oksitocinën që është hormoni i lidhjes. Dhe për këta persona, distanca fizike përjetohet si distancë emocionale. Atëherë, natyrë që mund të pyesim edhe pse ka konflikt nëse ne i njohim gjuhën të dashurisë. Ka konflikt sepse ne japim dashurinë në mënyrën që dim, por presim të marrim në mënyrën që kemi nevojë. Një person që shpreh dashuri përmes veprimeve mund të mendoj, unë punoj gjithë ditën për të, por si mund të thotë që nuk e dua? Ndërsa partneri mendon, po, por ti nuk më thua kur asnjë fjalë të ëmbël. Në këtë rast, të dy kanë të drejtë dhe të dy ndihen të lënduar, sepse dashuria kërkon përkthim. Kërkon vetëdije për gjuhën tonë dhe për gjuhën e shpirtit, sepse shpesh problemi nuk është mungesa e dashurisë, por mungesa e kuptimit. Pra, ajo që mund të themi është se dashuria kërkon vetëdije, kërkon të njohim jo vetëm veten, por kërkon të njohim edhe tjetrin, se cila është gjuha e dashurisë së tjetrit, dhe kjo na lidh edhe më fort emocionalisht me tjetrin, ose në këtë rast me partnerin ton. Dashuri apo varësi emocionale. Në muajin e dashurisë, shpesh romantizojmë gjithçka, por jo çdo ndjenjë fort është dashuri. Duhet të bëjmë dallimin mes dashurisë dhe varësisë emocionale. Dashuria e shëndetshme thot, unë të dua dhe zgjedh të jem me ty. Varësia thot, pa ty nuk jam asgjë. Dashuria e shëndetshme respekton kufit, varësia i shkel ato. Dashuria e shëndetshme gëzon për suksesin e tjetrit. Varësia e ndjen si kërcënim. Dashuria e tepërt nuk kërkon prova dashurie, ndërsa dashuria përmes varësisë është gjithmonë xheloze, por xhelozia e tepërt nuk është provë se ti po dashron. Kontrolli nuk është kujdes, është frikë nga humbja. Një marrëdhënie pjekur nuk ndërtohet mbi frikë, por mbi zgjedhje. Të duash nuk do të thotë të zotërosh, do të thotë të lejosh tjetrin të jetë vetvetja. Përse na tërheqin njerëzit që na lëndojnë? Një pyetje shumë e rëndësishme psikologjike është kjo: pse shpesh dashurohemi me njerëz që na aktivizojnë plaget? Sepse e njohura ndihet si dashuri. Nëse në fëmijëri kemi luftuar për vëmendje, mund të na tërheqë dikush emocionalisht i paarritshëm. Nëse kemi pasur prindër kritik, mund të na duket normale edhe një partner që na kritikon, sepse truri ynë kërkon të përfundoj histori të papërfunduara. Por dashuria e pjekur fillon kur bëhemi të vetëdijshëm për këtë, kur pyesim veten, apo dashurojnë nga nevoja për shërim, apo nga zgjedhja. Dashuria për veten. Nuk mund të flasim për dashurinë pa folur për dashurinë ndaj vetes. Dashuria për veten nuk është egoizëm, është themel. Një person që nuk e vlerëson veten do të kërkoj vazhdimisht vlerësim nga jashtë, dhe kjo e rëndon ose e bën marrëdhënien të rëndë. Kur e duam veten, ndodh që ne vendosim kufi, nuk pranojmë mungesë respekti, nuk qëndrojmë nga frika, nuk lypim dashuri. Dashuria e pjekur nuk vjen për të na plotësuar poshlekun, vjen për ta ndarë plotësinë. Nuk është gjej dikë që të më shpëtoj, është zgjedh dikë me të cilën rritem.
Dashuria si zgjedhje e përditshme. Ndjenja e fortë e fillimit quhet pasion, por dashuria vërtet fillon kur pasioni qetësohet. Dashuria është vendim, vendim për të respektuar, vendim për të komunikuar, vendim për të mos lënduar me qëllim, vendim për të qëndruar me integritet. 14 shkurtje është një ditë simbolike, por dashuria nuk është një ditë, është praktike përditshme. Është mesazh i thjeshtë, a je mirë, është durimi në debat, është falja, është përgjegjësia emocionale. Dashuria nuk është perfekte, por është e vetëdijshme. Të dashur dëgjues, në këtë muaj të dashurisë, ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është kush më do mua, por si dashuroj unë. A dashuroj me frikë? A dashuroj për të mbushur boshllëk? A dashuroj për të kontrolluar? Apo dashuroj me pjekuri? Dashuria nuk është të gjesh dikë që të plotëson, është të gjesh dikë me të cilin don plotësinë tënde. Dhe ajo që e thash më sipër dhe mbi të gjitha, dashuria më e rëndësishme është ajo që ndërtoj me veten, sepse nga ajo buron çdo marrëdhënie tjetër. Prandaj, le të mos e romantizojmë dhimbjen, le të mos e quajmë xhelozin pasion, le të mos quajmë varësinë dashuri, le ta kuptojmë dashurinë, le ta rrisim, le ta ndërtojmë me vetëdije. Prandaj, edhe në këtë muaj e këto ditë, ju uroj një muaj me më shumë ndjeshmëri, me shumë komunikim dhe dashuri që nuk lëndon, por e rrit. Ç'vlerë ka jeta njeriut nëse i mungon dashuria? Pyetje e fortë dhe me shumë kuptim, e me domethënie. E kësaj pyetje jep përgjigje Himni i dashurisë, Himni i dashurisë i shkruar nga Shën Pali. Prandaj, për fund, do t'ju lë të shoqëruar me këtë himn të bukur të dashurisë. Faleminderit për vëmendjen, faleminderit që ishit me mua, e mos harroni të kujdeseni për veten e të kujdeseni për njëri tjetrin. E në vazhdim, do ta lexoj himnin e dashurisë të shkruar nga Shën Pali. Himni i dashurisë nga Shën Pali. Po t'i flisja gjuhët e njerëzve të engjëjve, por po të mos kisha dashurinë, do t'isha por si bronci që gumbon, e por si cimbali që tinglon. Po ta kisha dhuratën e profecisë, të dija të gjitha misteret, të gjitha diturit, po ta kisha dhe fenë e plot me të cilën mund t'i ndërroja vend maleve, por po të më mungonte dashuria, s'do të isha asgjë. Po ta ndaja lëmosh mbar pasurinë time dhe po ta jepje trupin tim të gjigjëj, por po të më mungonte dashuria, nuk do të vlente asgjë. Dashuria e zemërgjar e shtedhimshme. Dashuria nuk ka smir, nuk mbahet më të madh, nuk krenohet, nuk është e panjerëzishme, nuk kërkon interesin e vet, nuk i dhrohet, nuk e mban mend të keqen, nuk e kënaqet pa drejtësisë, por i gëzohet të vërtetës. Arsyeton gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, duron gjithçka. Dashuria nuk mbaron kurrë. Profecit mbarojnë, gjuhet shuhe, njohuritë marrin fund, sepse njohuria jonë është e kufizuar, dhe e kufizuar është profecia jonë. Por kur të arri përsosmëria, çka është e kufizuar do të marrë fund. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, kur u bëra njëri i pjekur, flaka çka i përket fëmijërisë. Vërtet tani shikojmë se në pasqyrë në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe faqas.
Tani njohëria ime është të kufizuar, atëherë do të njoh plotësisht siç jam I njohur. Tani veç mbetet feja, shpresa e dashuria. Këto të trija, porse më e madhe ndër to është dashuria.